Dikush e bën një pyetje nga dashamirët tonë në mezhlis dhe tha: pse ju hoxhallarët na kishi rrejtur, na kishi gënjyer deri tash dhe nuk na keni treguar që diçka nuk është e vërtetë dhe keni mshehur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me vajzë e cila ka qenë shumë e vogël dhe e mitur. Dhe se kjo pas ka qenë mshehur dhe se hoxhallarët dhe dietarët s'pas kanë ditë ta shpjegojnë, e dikush tha që nuk e di a është teologe apo hoxhavic apo çka është, që e kanë dëgjuar dhe dikush që ka thelluar me një pozitë apo me një vend ku nuk ka aftësi në ta për të shpjeguar. Dhe kjo është vëllezër që neve si musliman jemi të detyruar që aty ku nuk kemi logjik dhe aty ku nuk na rrok logjika jon, që na të drejtohemi dhe të i pyetemi ata të cilët din dhe zotët e dijes dhe ata të cilët e përcollën këtë dije deri te na, që na ata të i pyesmi dhe ata të na shpjegojnë. Dhe sepse deri tash nuk pas ka shpjeguar kush dhe nuk ka lejmëruar të vërtetën, edhe se e pas kanë fshehur të vërtetën se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u pas ka martuar, pra është për qëllim për Aishën radhiyallahu anha për vitet e saj kur është martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se tha kjo nuk është e vërtetë. Pse se e ka demantuar dikush dhe këtu duke marrë dituri jo për nënvlerësim, por për çështje e cila është shumë madhore që nuk pas ka pas hoxhallar dhe dietar për të marrur mësim, po duke marrur nga një teologe shumë qenë ka e njohur, duke u zhytur me jo mprehtësi dhe ndoshta jo shumë saktësi me një fush e cila nuk kije aftësi, e kjo është me të vërtet është o vëllezër të merrueshme që të futesh me një çështje që nuk ke për to njohuri edhe ta mohojsh pastaj ato edhe të shthuaj se nuk është e vërtet dhe nuk ekziston, apo në to ka keq kuptime, apo dikush prej hamendjes vete ka bërë që 1500 vite nuk pas ka pas dietar të cilët kanë shpjeguar, e pas gjithë këtyre viteve dikush pas ka arritur që të i gjenë këto gabime dhe të na tregon cila është më adekuatja e këtyre, se na nuk pas kemi ditur çka të ndëgjojmë dhe çka të pasojmë, apo dhe kur lexojmë nuk kemi ditë të kuptojmë, edhe duke i dhënë logjikës përparësi para teksteve qenë ato të Kur'anit apo të Sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është shumë rrezikshmëri o vëllezër. Dhe mu përket pra jemi të detyruar që na të i përgjigjemi teksteve qenë të Kur'anit apo të Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë ardhur. E veçanërisht në disa transmetime, të cilët janë të pastra transmetimet e tyre si loti, duke thonë se në ato transmetime e gjejmë në Bukharia transmetim, po ky transmetim nuk është i vërtet, ki duhet mohuar. Dhe e gjejmë ky transmetim në Sahih Muslim, në 2 libra të cilët dietarët e ummetit janë të bashkuar për saktësinë e tyre, dhe sidomos o vëllezër, kur në librin e Sahih Bukhariut edhe Sahih Muslimit vjen një hadith që të dy e kanë sjellur dhe ato të bashkohen në një hadith, kjo është shkalla më e lartë e saktësisë së atij hadithi. Dhe të thuhet se muslimanët e pas kanë marrë Imam Buhariun, në fund Buhariu si njeri e qëllon dhe gabon, ky është gabimtar, dhe Imam Muslimi e kështu me radhë, duke menduar se muslimanët dhe gjithë këto dietar Imam Buhariun e cek kanë si një njeri, dhe se tha e kanë bërë njerëzit Imam Buhariun si një idhull. Allahu na ruaj, as një herë të dietarët dhe të muslimanët burri i shquar që Allahu xhel xelaluhu ja dha këtë dakord dhe ja dha këtë sukses atij, që libri i tij të jetë libri më i saktë pas librit të tij, pra nuk ja jep Allahu xhel xelaluhu dikuj
i cili nuk është pra ashtu sikur që Allahu xhel xelaluhu ka dëshiruar. Dhe me këto nuk do mi të thojmë se ai nuk gabon dhe se nuk është gabimtar dhe se është i pagabushëm asnjëherë. Por folet o vëllezër për librën e Imam Buhariut. Kur thomi Buhariu transmeton, është për qëllim të hoxhallarët, të dietarët, se Imam Buhariu si njeri, Muhammed ibn Ismaili, e transmeton në librën e tij, në Sahihul Buhari. Ai e transmeton këtë hadithe në Buhari, por në librën e tij. Edhe Imam Muslimi, ai si njeri, jo ai flet nga mendja e vet, dhe jo ai ep mendimin e tij, dhe se si ti i kondet ati dhe si e ka marrë mendja ati e i ka vendos dhe ka thonë se që kështu ka ndodh, e kështu më radhë, asnjëherë. Po kjo është që të bindemi na mirë dhe duke ditur se këto dy burra, të cilët Allahu xhel xelaluhu i ka nderuar, dhe librën të cilën Imam Buhariu e ka shkruar, janë të dakordimit dhe të bashkimit të gjithë dietarët e ummetit. E pastaj o vëllezër, që të vjen pra kjo dhe të thot dikush se ky hadith që transmetohet te Imam Buhariu ai është njeri dhe ai qëllon dhe gabon dhe këto hadithe duhet të i qesmi na dhe të i paraqesmi para logjikës tonë. E pranon logjika? Mirë. Se pranon logjika, i mshojmë shkelëm hadithit të Imam Buhariu. Gjithherë nëse kanë bërë polemik dietarët kanë bërë që sa është më saktë kështu me radhë, po s'ka dietar që ka ardhur dhe ka thonë se këto hadithe janë të rrejshme sa i Buhari dhe Muslim. E mbas 1400 viteve, 500 viteve, të vjen dikush dhe të i lajmëron ummetin me atë mprehtësi aq të lartë se nuk di kanë me gjetë në te Imam Buhariu libra. Sikurse libri Imam Buhariut e pas ka shkruar në kohën e vetë dhe e pas ka mshehur që gjithë dietarët e ummetit e deri te na nuk e pas kanë pa këtë libër e tash na ka dalë dhe na habitemi se çka pas ka në to. Kjo është qesharake dhe është për të qeshur o vëllezër që gjithë ata dietarë që Imam Buhariu kur e shkruan librën e tij, edhe gjithë dietarët e ummetit të cilët Allahu xhel xelaluhu ka nderuar dhe na kanë sjellur këtë deturi ata ta lexojnë këtë libër dhe ta përcjellin deri te na dhe të jenë në dakord edhe të gjithë ta pranojnë këtë libër të Imam Buhariut dhe të Imam Muslimit. Me hadithe të vëllezër që mos të zgasmi në këto, mirë po e kam qëllimin që për ta mohuar këtë pjesë e cila është shumë e rëndësishme që na të dim mirë, cila është hadithi për të cilën flitet në ta, e cila është një fjalë që e transmeton. Me disa transmetime që Imam Buhariu këtë hadith nuk e transmeton vetë o vëllezër. Por martesën e Aishës radiallahu anha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe na e pohojmë dhe e besojmë ato të cilët transmetuesit e pastër të sinqert, besnika e kanë përcjellur dhe na kanë lajmëruar për atë ngjarje dhe për atë fjalë që e ka thonë Aisha radiallahu anha. Dhe se kjo qenë ka vetëm fjalë e Aishës radiallahu anha, e Aisha radiallahu anha ka qenë aq e marrë edhe se ka ditë veten e saj se çka duhet me transmetuar dhe çka me treguar, edhe u pas ka habitur që ta tregon vitet e saj se kur është martuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni pra hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi edhe shumë gjithë librat e hadithit si Abu Dawudi, Nesaiu, Ibn Majah, Tirmidhiu, Imam Ahmedi e kështu me radhë, që e transmeton nga Hisham ibn Urwa, Urwa ibn Abi Zubair. Hishami nga baba i tij Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubairi ishte djali i Zubair ibn Awamit radiallahu anhu, që e kishte teze Aishën radiallahu anha. Për arsye se motra e Aishës radiallahu anha Esmaja ishte e martuar me Zubair ibn Awamin radiallahu anhu. Dhe se ky Urwa e pyet dhe na transmeton saktësinë për të cilën e tha Aisha radiallahu anha kështu: Zawajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu 6 sinin. Më ka martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo më ka fejuar, ka lidhur kurorën, tha me mua atëherë kur i kam patur 6 vite. Dhe pastaj tha
kur shkuam në Medine, pas një kohë të shkurt pra hadithi që vazhdon duke treguar se si ka ndodhur me Aishën radhiyallahu anha, që të hynë dhondër dhe ta merr në shtëpinë e vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aishën dhe tha wa ana bintu wa ana bintu 9 sinin. Edhe të futet të ketë për grua pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe une duke qenë 9 vite. E pro këto fjalë të cilët u transmetuan në Buhari dhe Muslim dhe në gjitha transmetimet. Një ashtu tha wa makatha indahu, dhe qëndroi Aisha radhiyallahu anha te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra gjatë martesës së saj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam 9 vite. Dhe një ashtu te Sahih Muslimi tha wa mata anha an-nabiy sallallahu alajhi wasallam wa hiya bintu 18. Dhe vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Aisha radhiyallahu anha duke i patur 18 vite. Pra me këtë jetë të shkurt, me këto transmetime, të cilët transmetohet, kjo është fjalë e Aishës radhiyallahu anha. Nuk e transmeton vetëm Imam Buhariu këto. Po Imam Buhariu e merr nga më shumë se 5 hoxhallar të vet që e transmeton këtë hadith. Dhe Imam Muslimi me një numër të hoxhallarëve të vet, dietar, po folmi të mëdhenj të cilët e transmetojnë këtë hadith. Dhe pastaj Ebu Davudi edhe Tirmidhiu e Imam Ahmedi kështu me radhë vëllezër, një numër i madh i transmetuesve dhe burrave të librave të hadithit që na transmetojnë këtë hadith, i cili është fjalë e Aishës radhiyallahu anha, pohim që Aisha radhiyallahu anha e pohon për veten e saj. Dhe pastaj normal që ato të cilët nuk besuan, dikush ndoshta na duke pas mendimin e mirë se ka dashur me mbrojtur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që mos me folur keq dhe duke menduar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u pas ka martuar me një vajzë të mitur, e cila është domethënë shumë e re, edhe të jetë domethënë e vogël shumë, edhe kjo si keq përdorim. Allahu na ruajt, se si nuk është kështu. Për arsye se duke munduar ndoshta me qëllimin e mirë që ta mbron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i e zhytur me një det aty ku nuk dinot, edhe ajo është shumë e vështirë o vëllezër që të jesh larg mprehtësisë. Për arsye se plus një argument që çka e domanton këto, se në hadithin të pranojmë në Buhariun, pas ka dhe një hadith që vjen në kundërshtim. E cili hadith që ka në kundërshtim çka vjen? Hadithin një ashtu pra që e transmeton Imam Buhariu, edhe të tjerët, Imam Buhariu kështu e transmeton një nga Hisham ibn Urwa ibn Zubair. Anhu se tha Aisha radhiyallahu anha, une nuk mbaj mend që prindërit e mi të adhurojnë apo të kenë fe tjetër jashtë fesë islame. Pra linda Aisha radhiyallahu anha e re edhe nuk mban mend prindërit e saj vetëm sa ata të jenë në islam. Në këtë hadith pra vjen që Aisha radhiyallahu anha tha kështu. Tha dhe pastaj nga torturat që e kishin muslimanët, dhe dëshirojnë që muslimanët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju jep pra leje që të dalin nga Mekja të shkojnë në Habeshe, në Abesini, që ato të migrojnë nga zullumi dhe padërsia që ju bërët. Dhe kjo thot ka qenë, dhe me thonë nga viti i 5, afër pra nga viti i 5 i ardhjes e islamit. Kur i erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pejgamberlloku, tha nga viti pas saj, nga viti i 5 që të urdhnohen që të bëjnë hijret për në Habeshe, në Abesini. Edhe tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, del dhe ai që të migron. E këtu qenë ka kundërshtimi i hadithit dhe ky në Buhari me hadithin dhe me thonë të Aishës fjalës që ka thonë se jam martuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam apo ka lidh kurorën kur i ka pas 6 vite. Edhe se është martuar pra me të kur i ka pas 9 vite. O vëllezër, ku është këtu pra kundërshtimi i hadithit me hadith? Për atë njeriu i cili pretendon pra që din dituri e veçanërisht për të kundërshtuar edhe për të thonë se ka kundërshtime në mes dy haditheve, duhesh të jesh në këtë shtresë dhe në këtë tokë dhe në këtë arë për ta kuptuar ato se ka në to dhe me thonë kundërshtime.
Asnjëherë, për atë tha Ibn Khuzaime rahimullah, kush pretendon se ka kundërshtime mes dy haditheve, tha let vjen unë ja bashkoj dhe ja shpjegoj. Sa to ishin dietarët të cilët e kuptonin shumë mirë shtresën e transmetimit të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se sa saktësi duhet. E mu për atë pro këtë hadith, pra duke u argumentuar se ky vi kanë kundërshtim, se nëse Aisha radhiyallahu anha pas ka lind e re, pra ku thuhet afër 4 ose 5 ose 6 vite, domethënë që ka lind mas ardhjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberlloku që i ka ardhur, atëherë domethënë kjo kështu ka qenë në Habeshe, udhëtimi që kanë bë migrim pas 5 viteve ardhje. Dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu del për të shkuar në migrim, për në Habeshe, drejtohet për të shkuar dhe del Ibn Daghine, i cili e shef që është drejtuar për të bërë migrim. Dhe ai e merr në mbrojtjen e tij. Dhe kështu pra se ka ndodhur kjo kur ka argument në këtë hadith, nuk ka argument se Abu Bekri radhiyallahu anhu ka dalë që këtë vitin e fillim. Po argumentet më të përafërta për të ardhur në kundërshtim, duhet të i mbledhësh të gjitha argumentet edhe të i shiqosh ato mirë dhe të i hulumtosh ato në Kur'an dhe në Sunet mirë për me ardhur me një dispozit të prejmë. Dhe kjo është të çdo libër, të çdo hoxh, të çdo dietar, nëse ndëgjoni ka ardhur me një gjykim apo me një gjykim të prerë, me një dispozit të prerë, derisa i ka hulumtuar të gjitha argumentet mirë dhe ka sjellur pastaj domethënë gjykimin. Ajo vetëm me shikuar edhe mos me kuptuar dhe me gjykuar, se kjo është rrein, kjo është gënjeshtër, s'ka ndodhur ashtu, po ka ndodhur kështu, e me afut lapsin edhe me bë llogari pastaj. Ka vdek prej këtu, kjo ka qenë më e madhe, koç minus, koç here plus, del Aisha radhiyallahu anha si që ta qesin 25 vite u ka martuar, se kjo tjetrat kanë arrejn, kanë gënjeshtër dhe s'është e vërtetë. Pra nuk ka argument që hijret kur bën Abu Bekri radhiyallahu anhu kur migroi për në Habeshe se kanë këtë vit. Po kjo ke para se të del hijreti për Medinë. Ende nuk ishte ndërprer hijreti dhe migrimi për në Habeshe, pra Abu Bekri radhiyallahu anhu del afër me argument për ditën hadith që vjen në fund, pra që Abu Bekri radhiyallahu anhu kur vjen lajmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ti thotë Abu Bekri radhiyallahu anhu ka dalë se kanë pa në ëndër që ju ipet për një vend pra me hurma për në Medinë që të migrojnë, ky e ngren pra mbrojtjen nga Ibn Daghine. Dhe kjo ke shumë afër hijretit. Pra këtu nuk ka domethënë kundërshtime për ata të cilët janë zotët e mendjes dhe ata të cilët janë dietar dhe i kuptojnë këto transmetime mirë. Dhe pra që të thuhet të vëllezër një ashtu, duke u argumentuar pra se nëse thuhet me këtë transmetim, fajsohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo nuk është e vërtetë, asesi, nëse logjika jonë nuk e pranon një çështje. Në kohën tonë, në këtë zaman të cilën na jetojmë, kjo nuk nënkupton se të gjithë na duhet të i balancojmë tash me logjikën tonë dhe me kohën tonë, të njerëzimit tonë, me i balancuar dhe gjithë me i matur me atë njësin matëse të gjithë njerëzit të cilët kanë ardhur para nesh. Dhe kjo nuk është logjike, e as është urtësi që ti të gjithë njerëzit me thonë se tash me krahasu vërtetësinë e një veprës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e pohon Aisha radhiyallahu anha, ti me krahasu me vajzën tonë dhe me thonë se tash vajza ime i ka 9 vjet. A thua kjo tash është e përgatitur për martesë? A është kjo logjike që ti të i klasifikosh çështjet e njerëzimit para me këto? Kur no jo shumë larg, po dhe të jo muslimanët të cilët kanë qenë, me shumë historia, nëse dëshironi ju vetë hulumtoni dhe gjeni, që në vitin 1889, nëse zgaboj, ka qenë që në Kaliforni, në Amerikë, kanë pas ligjin e tyre që për martesë kanë pas drejta që 9 apo 10 vite. Pastaj mbas një kohë të madhe, ato pra e kanë dhonë një ligj tjetër që guxojnë që të martohen 12 vjet, e deri dhe me thëmë me një kohë 1913, dikundi e kanë bo ligjin për që kanë drejta më martu dhe me thonë 18 vite. Pro pse kështu, duke shkuar dhe duke ndryshuar njerëzimi. Një ashtu në Britani, dhe me thonë para 100 vite dhe kështu me radhë në histori, argumentojnë dhe tregojnë se ligji kanë pas ato të shtetit të tyre, të gjithë ka qenë njohur që martesën e kanë pas të lejuar që 9, 10 deri 11 vite.
E përderisa të gjithë këto ka qenë normale një çështje. E çka ta mërmendje për të vendet e nxehta, të cilët Imam Tirmidhiu rahimullah na tregon se Aisha vetë radiallahu anha ka thonë që gruaja, një vajzë e re nëse i mbush 9 vite, ajo është më grua. Pse? Se koha ka qenë e tillë që është plotësuar në vajzërinë e saj vajza atëherë, do me thonë, kur i ka bën 9 vite. Por atë ka qenë normale. Kjo vepër edhe nuk ka qenë e çuditshme edhe te mushrikët e Mekës. E çka ta mërmendja? Që gjithë ato armiq të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë qenë, që janë mundu vazhdimisht që ta fyejnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo mënyrë, e ta kishin qenë që kjo që s'kishte qenë normale, te koha e arabëve dhe e gjahiljetit e ignorancës që ka qenë shumë normale, me u martu dikush më i vjetër me një vajzë më të re, kjo ka qenë shumë normale, për arsye se kanë qenë të plotësuara në vajzërinë e tyre. Dhe këto asnjëri as nga mushrikat, as nga krishterët, as nga jahudit, në asnjë kohë nuk e gjejmë dikundi që ata ta mohojnë dhe ta fajsojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për këtë vepër. Se ka qenë shumë normale. E tash ti me ardh mas 1400 viteve, që këto adet apo këtë zakon e cila te na nuk është zakon edhe nuk është normale, për arsye se ka ndryshuar me kalimin e kohës shumë, mas 1400 apo 500 viteve, që ti kitë adet të cilën ka qenë para 1400 viteve normale të njerëzve që Allahu ashtu e ka bërë, të jenë ti thuesh që vajza ime kaq. Si ta mërmendje, so është e vërtet. Çka do të me bo me logjik? Me e muhu komplet. Nëse japmi përparësi logjikës, a kurse tekstet janë shumë logjike, edhe transmetimet janë shumë të pastra si kur dielli, të cilët nuk mohohen asesi o vëllezër, e sidomos kur janë pranë në transmetimin e Imam Buhariut dhe Muslimit, që na nuk e adhurojmë Imam Buhariun dhe Muslimit. As librën e tij nuk e adhurojmë të Imam Buhariut dhe Muslimit, por na nga ai marrim mësimin e fesë, të cilët janë gjithë burrat, të cilët janë në dakord për këto. Dhe kështu pra vazhdojnë gjitha si argumente, duke u argumentuar dhe me një argument tjetër, duke thonë se nuk vjen një përputhshmëri. Vitet e Aishës radiallahu anha, për arsye se thot ka ardhur një hadith që Aisha radiallahu anha ka qenë e fejuar me një mushrik para se të fejohet dhe të martohet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe se kjo vika në kundërshtim. Mirë po, me këtë hadith vëllezër dëgjoni ja mirë. Dhe se këtë hadith transmetohet në disa domethënë libra, si Ibn Sa'di në tabakatet e tij të cilën e bën. Kjo si transmetim një herit ka fjalë shumë të dietarët se sa është e saktë. Fejesa e Aishës radiallahu anha me njërën nga mushrikët e Mekës që ka qenë djali i Mut'im ibn Adiyut, Jubair ibn Mut'im. Mirë po ka ardhë po ashtu në këtë hadith që e transmeton dëgjoni mirë. Imam Ahmedin Musnedin e tij e transmeton këtë hadith, me të cilën me këtë ngjarje dëshirojnë që ta bëjnë se Aisha radhiyallahu anha nuk ka qenë kështu me radhë, duke i bërë ato barazime dhe ata plusat dhe ata minusat me logjik. Por e fshin apo nuk e tregojnë transmetimin me të njëjtin hadith që ka ardhur. Që kjo është argument o vëllezër për saktësinë e kësaj fjale të Aishës radhiyallahu anha. Se nëse marr me hadithin komplet, te Imam Ahmedi kështu, transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij. Dhe tha, kush dëshiron mundet ta çel ta hap ato. Na ka treguar neve Ebu Seleme dhe Yahya të dy thanë se nga Hisham ibn Urwa se Aisha radiallahu anha para se të martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur vdiq Hatixha radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, një grua e cila kishte emrin Khawle binti Hakim. Ishte gruaja bashkëshortja e Uthman ibn Mad'unit radiallahu anhu. Uthman ibn Mad'un radiallahu anhu ishte vllai nga qumshti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdiq Hatixha radiallahu anha, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulullah, nuk martohesh? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me kanë.
Tha, nëse dëshiron të vej, apo dëshiron beqare, tha cilën, tha beqare është Aisha radiallahu anha, vajza e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Edhe e vej, tha është për Saude binti Zam'a, nona e muslimanve Saude. Edhe pastaj pra kështu për aqet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e çon Khawlen që të shkon te Ebu Bekri radiallahu anhu dhe të hynë të shtëpia e Ebu Bekrit radiallahu anhu, edhe te nona e Aishës Rumen. Monja men që to, edhe si musliman gjithherë mo nuk kemi asnjëherë problem. Sado që dikush të manipulon e të sjell kundra argumente të tilla, por derisa me këto argumente qartësohen shumë sende dhe na bindemi dhe shpejt përgjigjemi në këto çështje. E veçanërisht kur janë shumë të sakta të transmetuar. Dhe kjo vëllezër, duke shkuar pra te transmetimi i Imam Ahmedit, duke shkuar në anën që e ka bë Hasan disa prej dietarëve, këtë transmetim. Dhe se kur i thot te Ebu Bekrit të shtëpia, kur e përmend për Aishën radiallahu anha, Ebu Bekri radiallahu anhu tha, a thua bën që ta martoj vajzën time me vllavin tem, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka llogaritur si vllat vetin. E kur pyetet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha nuk është problem se ti je vlla jem në fe, e kështu me radhë që Allahu xhël xhelalu e urdhënon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për këtë çështje vëllezër. Po tha të shikoj vetëm pak se kam dhënë fjalë, tha Abu Bekr radiallahu anhu, Mut'im ibn Adiyut për djalin e vet. Ka qenë zakon shumë i thjeshtë që vajzat e reja të i martojnë ende, dhe me thënë pa arritur, dhe me thënë moshën e pjekuris shumë, që të i japin, të i fejojnë. Kjo ka qenë shumë normale, o vëllezër. Kjo nuk është vetëm fjale Aishës me këtë hadith që demantojnë dhe dëshirojnë që ta demantojnë këtë saktësinë e fjalës Aishës. Kjo është fjala e Khawle binti Hakimit, grua së Uthman ibn Mad'unit radhiyallahu anhu, që kjo vetë e transmeton kështu dhe tha. Pastaj kur shkon Ebu Bekri radiallahu anhu që ka dhënë fjalë Mut'im ibn Adiyit, këto me çka kitë e demantojnë, Mut'im ibn Adi, pra për djalin e vet, Jubair ibn Mut'im, me keni dëgjuar shumë, kjo thot ishte mushrik. E nëse kishte qenë e vërtet, thot si ja dha pejgamberi, si ja dha Ebu Bekri radiallahu anhu, Jubair ibn Mut'imi si e fejon me njonin i cili është mushrik, nëse thoni se Aisha radhiyallahu anha ka lind në Islam, dhe babën, prindërit edhe nonën i ka pas në Islam, dhe kjo nuk mban mend vetëm se në Islam. Atëherë pro si kuptohet se kjo ka qenë në mushrik, si mund Ebu Bekri t'ja e vajzën ta fejon me ati i cili ka qenë në jo musliman. E kur shkon Ebu Bekri radiallahu anhu vetëm vazhdimi që të i thot Mut'im ibn Adi për djalin e vet, nona e Jubeirit aty prezant thot, çka mendon me ti ndoshta me këtë vajzën që është musliman, mundet që të na bëte djalin tonë musliman, e pa këtë problem. Ebu Bekri radiallahu anhu shikon Mut'imin, tha është e vërtet kjo shka thot, a dhe ti e kipin në, tha që kështur duke thonë edhe kjo. Deri Ebu Bekri radiallahu anhu për arsye se pa thonë premtim që mos ta them premtim. Edhe kthen. Dhe pastaj i thot Khawles edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të vjen pra për ta fejuar Aisha radiallahu anha me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E këtu o vëllezër, argumenti apo kundër argumentin për të cilën tha se si mundet t'ja jep mushrikut kur këto kanë qenë musliman. Kemi shumë argumente në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me pas pak logjik edhe me pas pak nuhatje në diturin fetare, atëherë kupton se kur është ndaluar martesa me jo musliman, kur e ka ndaluar Allahu te xhallahu që për kanën e vajzave që të martohen me jo musliman. Allahu te xhallahu në surën Mumtahina tha la hunna hillun lahum wa la hum yahillun lahum. Kur e ka ajet. Kur ato kanë pas sulhul Hudaybiyah, pas hijretit me 6 vite, e më shumë vjen ajeti dispozit Allahu urdhën që të thotë se as ata nuk janë halal mushrikit për ju as ju për ato. Kurse para kësaj ishte e lejuar dhe nuk kishte ndalesë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vajzën e tij e pat martuar me Ebul Asin. Dhe ai nuk ishte musliman, ju e keni dëgjuar shumë mirë apo e keni ndëgjuar apo keni lexuar dhe e dini mirë që Ebul Asi ka qenë
burri i cili ka qenë i vajzës pejgamberit Zejnebes, po s'ka qenë musliman. Në luftën e Bedrit, ky kur zihet rob. Ky zihet rob dhe pastaj dhe me thonë, kjo është ngjarje e madhe, o vëllezër që mos vazhdojmë këtu, po inshallah e shpjegojmë ndonjëherë tjetër, po e kam qëllimin që për ta përfunduar këto, vjen në fundin e këtij hadithi të Imam Ahmedi, që nuk e tregojnë, e cila e pohon haule vet në fund dhe tha, me të njëjtin hadith që tha se si e ka dhuruar e kështu me radhë, vjen fjala në fund dhe tha, fazawwajaha iyyah. Dhe tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, e martoi Aishën radhiyallahu anha me ta. Wa hiya bintu 6 sinin. E fejon pejgamberi selam Aishën me pejgamberin selam dhe aja duke qenë 6 vite. A ke fjala Aishës? Jo, pra është fjala e Khawles, edhe shumë të tjerë pra që ka qenë shumë normale të sahabët e pejgamberit selam që të i martojnë vajzat e vogla dhe të cilët kanë qenë domethënë të i fejojnë e pastaj me vitet kur ato kanë arritur pjekurinë e tyre, o vëllezër, që të martohen, dhe kjo ka qenë me islam, se argumenti është që në 6 vite pejgamberi selam priti kur ajo të vjen në pjekurinë dhe plotësimin e vajzërisë së saj, pastaj ajo domethënë të jetë grua dhe të bëhet grua non e muslimanëve e kështu me radhë. Pro këto janë të gjitha, pra nëse i të bëjmë argumentet të cilat të vëllezër neve na duhen, që na i bëjmë selam atyre të cilat zhyten në fushën që nuk kanë aftësi, të kenë kujdes dhe mos të mohojnë argumentet e qarta të cilat janë si Loti, me transmetime të shumta, të cilat na me këto pra e kemi din dhe e kemi fe dhe kështu e besojmë, edhe me këto shpresojmë të dalim të Allahu xhela xhelaluhu, dhe nuk ka demantime e duke bë llogaria me kaq vite dhe kështu me radhë, kur vjen tekstet e vërteta, sille ka ta sillish del e vërteta, ashtu sikur që është e transmetuar qartë, pra lutim Allahun xhela xhelaluhu që të na bën nga ata të cilët e ndëgjojmë hakun dhe drejtën dhe të vërtetën, dhe thirrjen e të Allahut dhe të dërguarit të tij, edhe i shpejt përgjigjemi asaj, për arsye se në to është jetëmirësia jonë, është lumturia jonë në këtë botë dhe në botën tjetër. Vazhdojmë inshallah në dersin e ardhshëm, nëse Allahu xhela xhelaluhu na ka caktuar takim. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft, më bëni Allah për zgjatjen pak që e zgjatëm në këtë pikë. Allahu ju shpërbleft për këtë durim. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح